Një video e publikuar së fundmi në rrjetet sociale ka shkaktuar konfuzion të ndjekësit e Big Brother VIP Kosova 4, pasi banori Eduard Kuçi, Edi, shfaqet duke folur në telefon, mjet rreptësisht i ndaluar brenda shtëpisë së spektaklit. Në pamjet e publikuara nga tiktokeri i njohur Exon Sahiti, shihet dyshja duke komunikuar lirshëm për strategjitë dhe lojën që po zhvillohet brenda, sikur Edi të kishte thyer rregullat e izolimit. Ku je mërë vopë, se s'pe qetë telefonin? E për dolim se o, brut, kesh të ndhumër rëfimet e shtashër dhe te... Vëlloj që se kesh të t'lypë në televizor, për s'pajsha në kamera atë. Po kesh ndhumë të rëfimit, brut. Kesh ndhumë të rëfimit shtashër dhe ndhumë tamë këto. Që jetu bot, që një ofë dhe t'je himrena, e? Da, brut, marova, brut. Apo të rrijet, Allah ide. Apo të rrijet. Po të rrijet dhe brut, që më bot të mamë që da, Ej, jetu ja gjujt këso i ka pak, se për të shërën e ti. Po të shërën e po të qyrin për televizori. Por, ku më ditë, po një 10 milionës më kem të ja gjujt. Eduard, mës na shtim bele, ti vjet, na kje bo të losh me dirë. Si vjet, mës na qitë në bele. Amen. Amen. Ja, ta shqyrën nga më brut. Ta shqyrën mu në ko me thy, ta shpo mundone me thy në e gjitha. Bravo. Që kja kërkuat nga të. Telefonin talon dhëmë të rëfimeve që të, sorë t'heshe ki që të. Kur t'kish nevoj, veç të rëm. Qatë kish nevoj t'ju në tabi. Faleminderit shumë. Hajde, kole ju bën tonë, je mrekullushëm, veç vazhdo kështë. Ngëm, 8.000 euro i ko morë bërq me të vëtu. Hajde, përse t'i kthej këtë të fitoj, t'i kthej. Hajde.